Historia e pasurisë së Blendi Gonxhës nuk nis me pushtetin. Ajo nis të paktën në vitin 2009 me krijimin e kompanisë Albarend dhe më pas zhvillohet paralelisht me karrierën publike të Gonxhës, aktivitetin ekonomik të familjes dhe marrëdhëniet me biznesmen që kanë përfituar kontrata publike. Pikërisht kjo kronologji ngre pyetje që nuk mund të marrin përgjigje vetëm nga deklaratat e politikës. Ato kërkojnë verifikim në dokumentet e QKB-s, ILDKP-s, tatimeve dhe sistemit të prokurimeve publike. Në një artikull të dedikuar, Bold News analizon kronologjinë e pasurimit të familjes së Gonxhës. Në vitin 2009 u themelua Albarend me Blendi Gonxhën si ortak të vet. Kompania operonte në sektorin e automjeteve me qira, transportit dhe shërbimeve të lidhura me automjetet. Një vit më pas administratore u bë Elda Gonxha, ndërsa në vitin 2013 ajo mori kompetenca të gjera për veprime bankare dhe tërheqje kesh. Në vitin 2014 shfaqet edhe aktiviteti i djalit të familjes Dante Gonxhe në sektorin e automjeteve me qira. Pra, përpara rikthimit të Blendi Gonxhës në administratën publike në vitin 2015, ekzistonte tashmë një aktivitet ekonomik familjar, Albarend, administrimi nga bashkëshortja dhe aktiviteti i djalit. Në vitin 2015 Gonxha rikthehet në administratën publike. Burime që u referohen deklarimeve të pasurisë e vendosin pasurinë familjare të raportuar në atë moment rreth 564.000 euro. Por pyetja kryesore nuk është thjesht sa u rrit pasuria më pas. Pyetja është, nga cilat burime u krijuar çdo rritje? Sa erdhi nga pagat, sa nga biznesi, sa nga shitjet e pronave, dividendët, kursimet apo të ardhurat e anëtarëve të familjes? Kjo bëhet veçanërisht e rëndësishme kur në vitet 2016-2019 raportohen pagesa nga institucione publike për aktivitetin e Dante Gonxhës në sektorin e automjeteve me qira. Sipas dokumenteve të publikuara nga opozita dhe raportimeve mediatike, gjatë kësaj periudhe aktiviteti i tij ka marrë pagesa nga institucione si Akademia e Shkencave, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme dhe Kuvendi. Vetë këto pagesa nuk provojnë konflikt interesi apo shkelje, por kërkojnë një pyetje të thjeshtë. Cilat ishin procedurat, kush konkurronte, sa ishte fondi limit dhe me çfarë çmimesh u lidhën kontrata. Një tjetër kapitull nis në vitet 2019-2021. Sipas dokumenteve tatimore të cituara nga media dhe opozita, Albarend ka marrë rreth 151 milion lek nga Integrated Energy BV, kompania koncesionare e lidhur me projektin e landfillit apo inceneratorit të Tiranës. Raportimet flasin për 10 pagesa për automjete me qira. Edhe këtu duhet bërë dallimi. Integrated Energy nuk është institucion publik, por aktiviteti i saj lidhet me një projekt koncesionar publik. Ndaj marrëdhënia financiare meriton të shihet përmes kontratave, faturave dhe dokumenteve tatimore. Në të njëjtën kronologji shfaqet edhe Nursen Metuli, biznesmeni përshkruar në raportimin si i afërt me Gonxhën. Metuli lidhet me kompaninë ATD, e cila operon në teknologji, GPS, monitorim dhe sisteme sigurie. Në dhjetor 2020 ATD u shpall fituese e një procedure për sistemin SADIS me ofertë rreth 9.07 milion lek pa TVSH. Ky është një fakt i dokumentuar nga procedura e prokurimit, por nuk ka prova që vetëm ky fakt dëshmojë ndërhyrje të Gonxhës. Më pas ATD shfaqet në një numër kontratash të tjera publike. Në vitin 2022 raportohet një tender i keshit i fituar me ofertë rreth 42.31 milion lek pa TVSH. Në vitin 2025 kompania rezulton sërish në një procedurë të rëndësishme të akshit me vlerë të raportuar mbi 313 milion lek pa TVSH. Këto shifra nuk duhen barazuar me fitimin e kompanisë apo të pronarit. Për të kuptuar nëse ka pasur konkurrencë normale apo favorizim, duhet analizuar çdo procedurë, fondi limit, ofertuesit, kriteret, oferta fituese, ankesat, kontrata, edhe pagesat reale. Një nga çështjet më të ndjeshme është ajo tatimore. Raportimet publikuara në vitin 2025 pretendojnë se në tetor 2021 u vendos bllokimi i pasurive të Albarend për detyrime tatimore të raportuara rreth 1.2 milion euro. Sipas të njëjtave raportime, masa u hoq në nëntor 2023. Por këtu duhet shmangur çdo përfundim i nxituar. Duhet parë dokumenti origjinal i tatimeve për të përcaktuar nëse shuma ishte detyrimi konstatuar, nëse u pagua, u rivlerësua, u kompensua apo u shfuqizua. Në janar 2024 ndodh një tjetër lëvizje e rëndësishme. Blendi Gonxha i transferon 100% të kuotave të Albarend bashkëshortes së tij Elda Gonxha. Nga ai moment Gonxha largohet nga pronësia e kompanisë ndërsa Elda bëhet pronare e vetme. Transferimi është fakt i regjistruar. Ajo që mbetet për të sqaruar është arsyeja dhe vlera reale ekonomike e kompanisë në momentin e dhurimit. Po ashtu duhet parë si është deklaruar ky veprim pranë ILDKP-s dhe nëse janë respektuar rregullat për konfliktin e interesit. Në vitet e mëvonshme, raportime të ndryshme kanë paraqitur një rritje të konsiderueshme të pasurisë familjare deri në vlerësime rreth 2.5 milion euro. Por kjo shifër nuk duhet interpretuar si 2.5 milion euro të ardhura apo fitime, bëhet fjalë për vlerësime të aseteve, pronave, likuiditeteve dhe pasurive të deklaruara. Për të përcaktuar ritmin real të pasurisë, duhet krahasuar çdo deklaratë vjetore dhe burimi i çdo ndryshimi. Dhe këtu qëndron thelbi i gjithë çështjes. Nga një anë kemi një biznes familjar që ekzistonte përpara rikthimit të Gonxhës në administratë. Nga ana tjetër kemi një karrierë të gjatë publike, aktivitet
rreth ekonomik të familjarëve, pagesat raportuara nga kompani të lidhura me projekte publike, kontrata shtetërore të fituara nga një biznesmen i përshkruar si i afërt me Gonxhën dhe një rritje të raportuar të konsiderueshme të pasurisë. Asnjë nga këta elementi marrëveshmas nuk provon korrupsion, por të gjithë së bashku krijojnë një dosje që kërkon transparencë dhe verifikim institucional. Pyetjet janë konkrete. Sa ka qenë pasuria e familjes Gonxhe çdo vit? Nga cilat burime u kriju arritja? Sa kontrata publike mori Albarend? Cilat institucione ishin blerës? Çfarë procedurash u përdorën? Çfarë ndodhi realisht me detyrimin tatimor të raportuar për 1.2 milion eurosh? Cila ishte vlera reale e Albarend kur ju udhërua bashkëshortes? Dhe a janë analizuar marrëdhëniet mes funksioneve publike të Gonxhës dhe aktivitetit ekonomik të familjes? Këto përgjigje nuk duhet vinë as nga qeveria dhe as nga opozita, duhet vinë nga ILDKPI, tatimet, QKB, dokumentet e prokurimeve, kontratat, faturat dhe të dhënat financiare. Sepse vetëm dokumentet mund të përcaktojnë nëse kemi përballë një histori normale të rritjes së një biznesi familjar, një konflikt interesit pa deklaruar, favorizim përmes marrëdhënieve profesionale, apo thjesht një seri rastësish që kërkojnë të shpjegohen. Dhe pikërisht këtu qëndron pyetja e interesit publik, jo thjesht sa u rrit pasuria e Blendi Gonxhës, por si u rrit, nga cilat burime dhe çfarë marrëdhënie pati kjo rritje me periudhën kur ai ushtronte funksione publike.